Përshëndetje sërish, po e vazhdoj me pjesën e dytë të dosjes kurde, duke shpjeguar kësaj radhe për gjatë leximit të tekstit të cilën e kam votuar dhe për cilin ju folja në pjesën e parë, duke i shpjeguar kësaj radhe jo historikun e kurdve, por rrethanat politike dhe gjeostrategjike të cilat kanë ndikuar në parandalimin apo ndalimin apo pengimin e krijimit të Kurdistanit, problem ky që i ka mbet kile e Turqisë, e që në fakt nuk është Turqia ajo e cila e ka penguar, por është Britania e Madhe. Vazhdoj me leximin e më tutjeshme, në mënyrë që ju tani keni me krijuar një tablo, një mozaik të plot rreth gjithë asaj që ka ndodhur me kurdët dhe me përpjekjet e tyre për ta krijuar shtetin e vet. Thash edhe në videon e kaluar se rënja e perandorisë osmane shkaktoi një disbalancë të madhe në marrëdhënien ndërkombëtare. Një pjesë e madhe e botës mbeti në mjegull, ndërsa regionet të tëra mbetën pa kufi administrativ e pa udhëheqje politike. Bota ishte në një kaos të vërtet. Sikur shumë pjesë të botës, pra edhe lindja e mesme filloi të ribëhej në një atmosferë të këtij mjegullnaje. Shtetet bashkohore të lindjes së mesme linden nga shpërbërja e perandorisë osmane dhe nga ujdit e marrëveshjeve që pasuan luftën e parë botërore. Rënja e perandorisë osmane i la popujt e regionit ndoshta të gatshëm për të ndërtuar shtetet e tyre, por të papërgatitur të përballen me sfidat që po i sjellte sistemi i ri ndërkombëtar. Për shkak se deri atëherë marrëdhëniet dhe komunikimi i kësaj hapësire gjeografike me fuqitë e Evropës kalonin përmes Stambollit, arabët, kurdët dhe popujt tjerë të lindjes së mesme nuk kishin eksperiencë të mëparshme të mjaftueshme diplomatike. Mbase arabët nuk kishin as mundësinë të shpreheshin teksa po coptohej atë dheu i tyre në orientimin e lidhjes së kombeve. Lindja e mesme u nda midis fuqive fituese si një torte dhe në formë koloniale e njohur me termin mandat. Brenda kufive të këtyre shteteve lindën lëvizje nacionaliste të cilat nga njëra anë i kundërviheshin sistemit kolonial e nga ana tjetër njëra tjetrës. Shtetet arabe si entitete tashmë të ndara filluan fraksionizimin dhe përleshjet e mbrëmshme, si dhe kacafytjet mes vete, shumë herë edhe me lufta frontale. Gjysma e parë e shekullit 20, lindjen e mesme ose lindjes së mesme i sollit të reja, shumë të papritura dhe e prurin në një gjendje koloniale të tërbushme dhe të mjerueshme. Për shkak të pasurive të mëdha ekonomike që i ka lindja e mesme, për shkak të pozitës së saj strategjike të rëndësishme, pastaj burimet e energjisë, kultura, historia, struktura shumë ngjyrshe fetare, sektare e etnike, e pra, së këndejmi edhe territori i kurdve u bën mallra pazaresh mes fuqive të mëdha. Ato u bën edhe viktima të para të një bote të re që po lindte. Marrëveshja e fshehtë Sykes-Picot e vitit 1916, që kishte për bazë ndarjen e tokave në lindje të mesme, e të cilat më parë si një region i vetëm dhe unik administrohej nga perandoria osmane, tani më kjo marrëveshje fatale ishte brisku që bënte cop lindjen e mesme. Anglia, Franca, Italia dhe Rusia qitën përpara hartën e saj dhe si të ishte një tepsi me tortën e të
e ndanë dhe e coptuan sipas interesave të tyre. Përgjatë këtij coptimi, kurdët mbetën në margjina duke i lënë pa një adhejt të mundshëm të tyre. Kështu pra, shpërbërja e perandërisë osmane në fund të luftës së parë botërore 1914-1918 konsiderohet faktori më i rëndësishëm në tërheqjen e kufive aktual të lindjes së mesme. Siç tham pak më parë, si rezultat i kësaj lufte, vendet e lindjes së mesme u ndanë sipas interesave dhe spontaniteteve të fuqive të mëdha. Popujt e rajonit as që u pyetën e as që u lanë të marrin pjesë në këtë ndarje të reja. Të marrim shembull kufirin e Jordanisë me Arabinë Saudite, që në botën arabe njihet si lemza e Churchillit. Në fakt, ky term është term i përdorur edhe në librat të cilat i trajtojnë marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo shprehje i referohet Winston Churchillit, këtij burgshetasi britanik, që luajti rol të madh në përcaktimin e hartës aktuale të lindjes së mesme. Sipas të dhënave, pas një dreke në vitin 1921, Churchill, i cili atë botë shërbente si ministër i kolonive në kabinetin e Lloyd George, atë ditë u përpoq të tërheq kufijt e Jordanisë ndërsa ishte në një gjendje të dehur. Ndërkohë që dora e tij rrëshqiste mbi hartë që e kishte mbi tavolinë, për shkak të gjendjes së tij të dehur, në një moment e kap lemza dhe dora i rrëshqet maton hapësirës që dëshiroi ta përkufizonte. Kufiri aktual mes Jordanisë dhe Arabisë Saudite i përngjet një trekëndshi të madh i vizatuar si është më së keqi. Sado që saktësia e tregimit mund të jetë një temë diskutimi, mënyra spontane e vizatimit të kufive në lindjen e mesme është e padiskutueshme. Marrëveshja apo traktati Sykes-Picot i vitit 1916 në përkëmbi interesat edhe të kurdëve dhe historinë e tyre, ndërsa teritorin e kurdëve e shndroi në një koloni të vogël e të shkelur brenda një kolonie të madhe gjithashtu të shkelur e të shtypur siç ishte lindja e mesme. Së këndemi, ristrukturimi i lindjes së mesme nuk e parashikoi krimin e shtetit kurd. Megjithatë, ideja dhe vullneti i hekurt i këtij populli për të pasur një shtet sovran asnjëherë nuk u shua. Që nga ajo kohë e deri më sot, kurdët kurrë nuk pranë se kërkuari një adhej që do ta gëzonin. Megjithëse që shumë herë bën gabime të pafalshme politike, duke manevruar gabimisht e gjithnjë duke qenë viktima të pazareve politike ndërkombëtare, kurdët nuk u pajtuan me realitetin e tyre të hidhur. Në të gjitha marrëveshje që u arritën pas traktatit Sykes-Picot, filluar prej vitit 1916 e deri në vitin 1938, shtetet e rajonit rrallë herë uftuan në konsulta dhe atë sa për sy e faqe, por asnjëherë kurdët. Përjashtim bëjnë Turqia dhe Irani që kishin arritur të konsolidonin radhët dhe të bëheshin faktor, ani pse jo aq të rëndësishëm sa ishin fuqit e mëdha. Vazhdoj me leximin e studimit. Kështu, gjatë luftës së parë botnore dhe në fund të saj, u përgatitën platforma diplomatike dhe u morën vendime shumë të mëdha. Përpjekjet e kurdëve për ndonjë shtet eventual të tyre ose pengoheshin me mjete diplomatike ose shtypeshin me dhunë. Shembulli i parë ishte rasti i Sheikh Mahmud Barzanjit, i cili zhvilloi bëri luftë kundër ushtrisë britanike për të drejtat kombëtare të kurdëve,
por ai u dënua nga vetë Anglia në vitin 1919 dhe u internua në Indi, që dhe India atë botë ishte koloni britaneze. Është një pyetje me rëndësi të parashtrohet këto. Pse kurdët, për dalim nga të tjerët, nuk arritën të krijojnë një shtet në kohën kur u vendosën kufijt rastësor në lindjet e mesme dhe kur u krijuan shtetet e atij rajioni? Ka shumë përgjigje. Sidoqoftë, më kryesorja dhe më qëndrueshmja është se vetë fuqitë e mëdha nuk dëshiruan krijimin e këtij shteti. Në krye të këtyre fuqive qëndronte Britania, e cila konsiderohet kundërshtarja më e fuqishme e krijimit të Kurdistanit të pavarur. Dhe përkundër asaj që mund të thuhet edhe ndryshe nga disa qarqe, sidomos në lindjet e mesme, britanikët ishin ata që nuk i dhanë mbështetje kryengritjes kurde për pavarësi pas luftës së parë botërore. Nga dokumentet arkivore britanike, të cilat flasin mbi ngjarjet e asaj kohe, vërehet qartë se Londra zyrtare nuk dha pëlqimin për krijimin e shtetit kurd. Gjë që, edhe pse Britania nuk ishte e vetmja, sepse ishin edhe 3 të tjera, Britania ishte kryesorja dhe më vendimmarrësja. As në traktatin e Sivres të vitit 1920, kam folë për këtë traktat, për këtë marrëveshje disa herë përpara, as në traktatin e Sivres të vitit 1920, kurdëve nuk ju premtua decisivisht shteti pavarur. Teksti i marrëveshjes që ishte nënshkruar në traktatin e Sivres, sidomos në 62 dhe 64 flasin kështu. Përgjatë një viti, pasi të hyjë në fuqi ky traktat, kurdët që jetojnë në rajonet e përmendura sipas nenit 62, nëse vërtetohet se shumica e popullatës don të jenë të pavarur nga Turqia, nëse pastaj i drejtohen lidhjes së kombeve, dhe nëse lidhja e kombeve e vërteton se kjo popullat është e aftë për pavarësi, pastaj nëse Turqia e njeh dhe më pastaj heq dorë nga aty, Turqia që nga tani është obliguar që në përputhje me këtë rekomandim të heqë dorë nga të gjitha të drejtat dhe atributet tjera të saj mbi këto teritore. Këto kushte e këto rekomandimet të filluara me kaq shumë nëse, as nuk ishin të qiltra e as të mundshme për të realizuar përgjatë vetëm një viti. Ç'është e vërteta, shtetet fitimtare që ishin ulur në tryezën e traktatit të Sivres nuk dhanë asnjë premtim të prerë për krijimin e shtetit të kurdëve. Megjithë që mbi harta viheshin disa kufi artificial, kjo nuk ishte më shumë se sa një taktik diplomatike shpërqendrimi për të ikur synimit të kurdëve për krijimin e shtetit të tyre. Pyetja: pse fuqitë e mëdha që dolën fitimtare nga lufta e parë botërore nuk donin një Kurdistan? Janë disa arsye. E para është se tokat të cilat i kërkonin kurdët ishin po ato që i kërkonin edhe armenët. Lobi armen në Sheba, që ishte i fuqishëm, vazhdimisht kishte bërë presion mbi qeverinë amerikane që pas luftës Armenia të shtrihej edhe mbi disa regione të Anadolit. Por kjo nuk ishte arsye vetme as kryesorja, sepse tek e fundit kurdët mund të merreshin vesh me armenët dhe të ndanin mes vete tokat e Anadolit. Sipas mendimit tim personal, arsyeja kryesore për mos lejimin e atëhershëm të krijimit të një shtetit të pavarur kurd fshihej në pjesën e fundit të nenit 64 të traktatit të Sivres, që ishte anashkaluar tërësisht. Sipas asaj që shkruhet në fund të nenit 64, nëse krijohen kushtet e nevojshme për themelimin e Kurdistanit, provinca e Mosulit në Irak që
që ishte në menaxhimin anglez mund të ngjitej Kurdistanit. Po të dëshironin anglezët që Kurdistani të themeloj, askush nuk e kishte fuqinë që ta pengonte këtë. Do të mjaftonte vetëm një fjalë e anglezëve se janë për Kurdistanin që do të përfshinte edhe Mosulin dhe kjo mund të realizohej. Anglia e kishte këtë fuqi dhe mund të zbatonte. E vërteta është se Anglia ishte përcaktuar për krijimin e një Iraku të pasur me naft me Mosulin, pjesë e tij dhe në menaxhimin total të anglezëve. Një shkak tjetër që pengoi themelimin e Kurdistanit ishte edhe suksesi i lëvizjes kemaliste në Anadol. Kjo lëvizje kishte arritur të tërheqte në radhët e veta shumicën e popullatës kurde. Është e dokumentuar se turqit kishin arritur të kërnin suksese në propagandën e tyre kundër anglezëve në Mosul e rrethin, por këtë nuk e bënin në tokat e Anadolit. Kështu, njësit anti-britanike të organizuara në Mosul nga komandanti i forcave të milicisë në Antep, Özdemir Bey, kishte shqetësuar tej mase britanikët. Dhe kështu, për ta njohur më mirë gjendjen e tanishme të kurdëve dhe të rajonit, është e nevojshme të përmendi këto edhe dy fakte të tjera që ndërlidhen me luftën e parë botërore dhe kjo e qet në pa edhe më mirë çështjen. Miq të nderuar, ju që tani po më dëgjoni, a është edhe më tutje valide marrëveshja Sykes-Picot e vitit 1916? Një. Personalisht mendoj se kjo marrëveshje e fshehtë kishte skaduar pas luftës së dytë botërore. Problemet me të cilat ballafaqohej Britania në Irak pas pavarësisë së vitit 1932, Franca ballafaqohej me të njëjtat probleme në Siri në vitin 1940. Iraku u pavarësua në letën nga vitin 1932, ndërsa Siria në vitin 1946. Në të dyja këto vende, forcat nacionaliste arabe u krijonin probleme serioze këtyre dy shteteve koloniale. Pra, Iraku, Siria dhe Libani janë produkte të ndarjes së lindjes së mesme sipas marrëveshjes Sykes-Picot. Me kalimin e kohës, për shkak të dinamikave të brendshme që zhvillohen në këto tri shtete, shihej qartë se punët nuk po shkonin gjithnjë sipas dëshirave dhe interesave të Francës dhe Anglisë. Për më tepër, me njëherë pas luftës së dytë botërore, Shtetet e Bashkuara filluan të interesoheshin për lindjen e mesme. Për realizimin e interesave ekonomike, strategjike dhe nacionale amerikane, Amerika i dha krahun Arabisë Saudite, e bëri lodër dhe aleatët e saj në rajon. Dhe kështu, SBA tani e tutje do të bëheshin pjesëmarrëse e fuqishme dhe kryesorja në ndarjen e tortës së pasur të lindjes së mesme. Andaj them se marrëveshja Sykes-Picot më nuk është funksionale e as valide. 2. Mendimi se nacionalizmi kurd ka kontribuar në rrëzimin e perandorisë osmane rrjedh nga një këndvështrim i gabueshëm i historisë. Lëvizja nacionaliste kurde, e cila dëshironte një shtet të pavarur ose autonom, mori hub dhe u bë populiste me rënjen e perandorisë osmane. Kështu kishte ndodhur edhe me shqiptarët, të cilët edhe kur po bëhej fjalë për pavarësinë e Shqipërisë, kishte zëra që flisnin se Shqipëria do të mbetej në një lidhje specifike me perandorinë osmane. Me fjalë të tjera, nacionalizmi kurd nuk është shkaku i rënjes së perandorisë osmane, por është pasojë e saj. Nga këto edhe lind spekulimi i mundshëm se ideja për një Kurdistan të pavarur
kur nuk do të merrte hav nëse nuk do të shpërbëhej perandoria osmane. Pjesën e tretë, ku do të flas për datat e shpalljeve të pavarësisë së Kurdistanit dhe vendet ku përqendrohet ideja e kurdëve për krimin e Kurdistanit, do të vazhdoj në pjesën e tretë, insha Allah. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.